Zemra më ndalon Qysh mu dashurun shikin par kur je qërë Je shumë e fort, dhëllë delin e kolli shirin vitu tona tiki Kusho gangsta be gangsta, bone beti mome Gjujna me duqa pa sharët dhe pe kom Amo, krejt që di me thonë është që unë nuk e kisha menu kur me bo një dasëm të Big Brother dhe të faktit që kam pranu me bo këtë dasëm është se unë ty ndjeshëm edhe du me konë për gjithmonë me ty. Atë nuk e këndësëroj se të dashur, e këndësëroj thjesht shok, flasim, gjërat dhe dhe më thënë E pash Brikenën në për Reels, po tani po e ndjek real life si duket. Ngeci dhe Vello Brikenas. Asnjë Vello nuk mund të ngeci në historinë e nuseve në Big Brother si që ka ngeci Loredanës. Ishe shenjë nga Zoti, thoshe, nam, në zhut martohesh. Martua Loredana. Brikena një yll, ju pëlqeu Brikena si nuse? Kjo ceremoni nuk mund të filloj pa ftuar së pari 2 dëshmitarët. Si që janë dëshmitarët? Monika Kryemadhi dhe Arber Hajdari. Banor dhe opinionist të Big Brother VIP Albania 5 dhe për gjithë ju teleshikuesit që na ndiqni në këto momente. Seriozisht e ka marrë Kristi. Sot jemi mbledhur në shtëpinë më të famshme, në këtë moment unik, për të festuar dashurinë e 2 banorëve që kanë zgjedhur njëri tjetrin. Recitim Kristi. Dhe Mateo. Historia e tyre nisi në një vend të pazakontë. Në ndritat dhe emocionet e Big Brother VIP. Ata janë njohur edhe jashtë, por pikërisht këtu, mes sfidave dhe emocioneve të forta, rigjetën njëri tjetrin dhe kuptuan se lidhja e tyre është më e fortë se çdo sfidë. Brikena dhe Mateo, ju mësuat të besoni, të duroni dhe të mbështesni njëri tjetrin dhe kur ishte e vështirë. Dhe sot, përpara nesh, ju po bëni hapin më të rëndësishëm. Ju po zgjidhni të ecni bashkë